e kom vrejt mundësinë e tregut, që ke çmimin, kualitetin e produkteve, ke një mundësi e re për neve, kushtet kanë ideale në çdo drejtim, edhe tani vazhdum me porosinë e parë. Porosinë e parë e kena bu në prill të vitit 2023, kur është vetura e parë që kena pru prej Koreas atëherë. Edhe prej atëhershit nuk kena nalë, do të thotë që 2 vjet e 2 muaj kena bu. 2 vjet e 2 muaj bojmë edhe 2 ditë ose 3 që sjellëm vetura prej Koreas. Në fillim kena pas rezerva shumë për shkak se s'kena ditë kur gjë. Se në atë kohë nuk u kon të sjell kërkosh vetura prej Koreas në Kosovë. Nëse s'jena të parë, jena prej më të parëve që kena sjell. Edhe normal kur jena hi në fillim jena hi pa kurfar informacioni, pa dijeni, pa kur gjë, veç kena dash me provu. Edhe e vrejtëm që nuk ka kur gjë se ka pas shumë spekulime, në atë kohë kanë fillu spekulimet e para. Edhe vrejtëm që nuk ka kur gjë prej asoj pune, vetura dul shumë e mirë. E shetëm në fakt për një ditë e kena shit veturën e parë, nuk kanë prit heq, edhe tani kena vazhdu me porosi tjera. Teori konspirative ka pas shumë, po e vërtet nuk ka qenë as të njona, se nëse kishin në njona e vërtet, në këtë muj nuk i shumë dërzu 125 vetura, që me siguri është numri më i madh i veturave që ka dërzu me herë në kosh në Kosovë brenda mujit, edhe për teorive shembull fundosjeve në ujë, na kena pas vërshime në fushë Kosovë ish më larg. Ka vërshime në Gjermani, ka vërshime gjithkon. Më në mendodhi çdo vend botës, po teoria që i ka marrë ujë kerrët e Koreas edhe na pisjellëm këtë nuk është e vërtet, aq më tepër garantojna për secilën veturë që nuk është e fundosur në ujë, specifikisht për këtë arsye është pjesë e garancionit. Nuk prodhohen në Kore, këto prodhohen në fabrikat respektive të secilit brand. Për shembull Mercedesi ku i ka fabrikat e veta i prodhon veturat për krejt botën, njëjtë edhe për Korenë. Veturat personale që i ka më janë prodhume në Gjermani, janë dyjat Mercedes, edhe çdo vetur tjetër prodhohet në fabrikat respektive. Nuk ka asnjë dallim të vetëm me çdo pjesë, me çdo komponent asaj veture është identike me çdo komponent të një veture tjetër, cilën do që e zgjedh. Nuk ka kuptim që një brand sikur Mercedesi me kriju kualitet më të dobët për Kore edhe kualitet më të mirë për Evropë, ose kundërta se ai lun me imazh të vetin. Nuk ka kuptim sikur teori se kërkush nuk don me dëmtu veten, nëse veç është në biznes, është të operu edhe don me kon më mirë në treg, normal që ai nuk shkon me boksi lloj të diferencimeve. Na nuk mundem i marr shembull edhe në produkt tjetër, jo veç kerrat, por për shembull mundesh i marr çantat e shtrajta ose teshat e shtrajta. Ajo e prodhon të njëjtin cilësi për krejt botën, s'ka lidhje e blen të shembull Versace në Francë, e blen Korea, e blen Japoni, ajo është e njëjta. E njëjta është për Mercedesin, e njëjta është për BMW-n, e njëjta është për çdo brand serioz në botë, ata nuk luajnë me reputacion të vetin. Është diçka që nuk ka kuptim, nëse ti ki pak sens biznesit, e kupton më njëherë që është diçka që nuk qëndron edhe për shembull fabrika e Mercedesit që vlen miliarda euro, nuk luajnë me reputacion të vetin, se vlera e saj është ekstrem e madhe për me rreziku në atë mënyrë. Aq më tepër veturat që shiten në Kore të Jugut, që shiten edhe në Amerikë gjithashtu, janë mesatarisht më ekstra se sa veturat e Evropës, në kuptimin që kanë më shumë opsione për shkak të standardit edhe fuqisë blerjes që kanë koreanët ose amerikanët, që një veturë shumë e thjeshtë atje nuk e blen kërkosh. Do të thotë detyrimisht do të më konë më e pajisur në opsione që me ta dash tregu dhe me deportu pak më lehtë. Plus të ditë faktin që brendet tona që të na janë normale në Evropë dhe në Amerikë, në Kore dhe në Amerikë janë brende luksoze. Normal që një Mercedes mesatar në Kore ka më shumë opsione se sa një Mercedes mesatar në Evropë. Është lloji i njerëzve, të blerësve që i kanë ato vende, që ta kushtozojnë në një farë mënyrë edhe kategorinë e produktit që ofron te.